Të ndëruar shikues, ju përshëndes drejt për së drejtin nga palestra Minatori në Mitrovic, ku bashkë do të përcjellim duelin e vlefshëm për gjiron e 17 në Prokredit Superligën e basketbollit në mes të Trepçës e Bashkimit. Dy skuadrat e parë në renditjen tabelare, Mitrovicasit me 13 fitore, 3 humbje prim në tabelë, ndërsa Bashkimi mban pozitën e dytë me 11 fitore e 5 humbje. Rivalitet e jashtëzakonshëm në mes të këtyre dy skuadrave. Viteve të fundit kujtojmë që sezonit e kaluar u takuan edhe në play-off ku kampion pas serisë jashtëzakonshme finale u shpallën Mitrovicasit. E mesjava e kaluar ka qenë mjaft e nqeshur për të dyja skuadrat. Kujtojmë që si Trepça po ashtu edhe Bashkimi do të gjenden në gjysmëfinale të kupës ka kaluar ka në Final Four, ndërsa sot do të masin forcat për herë të tretë. Këtë edicion kujtojmë që ndeshja e parë e zhvilluar me 28 dhjetor të vitit e kaluar i pa takuar Bashkimit me shifrat 79 me 93, ndërsa në Sezai Suroj paten fituar Mitrovicasit me rezultat 64 me 71. Përbërjet e të dyja skuadrave janë këto, të ndëruar shikues. Për Trepçën kapiteni Anes Gashi, pastaj Kaliti, Bining, Henry Tuna, Zekici, Aslanit Music, Jones Amzil, kapiti e Hesbrook. Kujtojmë që trajneri e skuadrës Trepçës është Adis Beqiragici, që me gjithatë ka arritur që të bëj më të mirën si trajner në mënyrë që skuadra të shfaqë lojra të mira. Gjirove të fundit e formacioni i Bashkimit është ky Malcolm Bickersa Punjaku, kapiteni skuadrës, Shorter Nvamu, Bytyqi Cousins, Gjeqaj Lake, Ismaili Janjeva dhe Lejson Zeqiri, trajner Igor Jovovic. Gjyqtar të këtij ballafaqimi janë Eldin Uklari, Gjelan Mumini, Ardi Kalqi Ajdini. Gjithsesi na pret një ballafaqim interesant sot në palestrën me ambientin e zjarrt, palestrën Minatori në Mitrovic. Po shohim edhe pesën startuese të Trepçës, Bining, Music, Jones, Amzile, Hesbrook, ndërsa pesja startuese e Bashkimit, Armstead, Shorter, Cousins, Lake e Lejson Zeqiri. Duhet teksuar të ndëruar shikuese nga viti 2013. 59 ndeshje të zhvilluara ndërmjet këtyre dy skuadrave. 28 fitore i kanë Mitrovicasit, 31 Prizrenasit. Do shohim edhe statistikat e Akili Bining. Vërtet Trepça Gjiro të fundit ka shfaqur lojë fantastike. Duhet teksuar që Mitrovicasit nuk tin për humbje që nga dueli me vllaznimin në kuadër të Gjiros së 9, ndërsa Prizrenasit në 3 gjirot e fundit kanë besuar një humbje atë nga Bora në kuadër të Gjiros 14. E sot të dyja skuadra do të pretendojnë që të arrijnë fitore. Trepça do të synojë që fitoj këtë ballafaqim për të mbajtur sigur kreun, ndërsa Bashkimi do të tentojë që shkëput fitore për t'ju afruar skuadrës Trepçës. E mbushur palestra Minatori për këtë ballafaqim. Interesimi ishte jashtëzakonshëm edhe për bilera dal nga dal. Edhe shikueshmëria në palestra tona është duke u rritur pas atij starti ku nuk kishte shumë shikues të pranishëm në ndeshjet e basketbollit. Tani jemi shumë afër startit të përballjes.
Kujtojmë të nderuar shikuese, janë zhvilluar 2 duelet e para të kësaj gjiroje. Raoveci Sigal Prishtina 50-69-68, Bora Go Plus Beja 88 në 68. Nga ora 17 pra Trepça Bashkimin, nga ora 19:30 në transmetim të drejt për drejt në Art Motion vjen përballja Golden Eagle Ylli vllazënimi. Tani do të nisë ballafaqimi. Atë shfaqje fantastike skuadra Mitrovicase në atë përballjen e kthimit në kuadër të Kupës së Kosovës në 13 qershori kundër të randazve të Golden Eagle Yllit. Arritën fitore në të rënd dhe kaluan në gjysmëfinalen njëjtë, edhe Bashkimi siguroi një vend në mesin e 4 skuadrave më të mira këtë edicion në Kupën e Kosovës. E tani do të nisë përballja. Johnson Lake luftuan për top dhe nisë këtu gjithçka në minatori. Aksioni i parë është i mysafirëve, Shorter. Zeqiri. Alkon Malmsted ka parë atje mundësia për Mitrovicasit. Akili Bining realizon piket e para në ndeshje i realizon Trepça. Zeqiri. Aizia Kozens, Armstead, Lejson Zeqiri nga distanca gjuan dhe është 3 pikësh nga Lejson Zeqiri, 3-2 rezultati. Në e përsi prej 1 pike mysafirët. Tani kjo përpjekje ka ndërhyrje të parregullt në Mustafa Amzillin. Që Amzill që realizonte u ndalë. Pam edhe Drino Merizin që nuk ishte i gatshëm për këtë ballafaqim. Ja ku është edhe trajneri Igor Jovovic. Ja bukur atje, deri në fund shkon dhe realizon Mustafa Amzill. 4-3 rezultati në favorin e vendasve. Shorter. Gjithvje Shorter. Shkone 2 hapësh Gjuan. Dhe ka realizuar u amen topi që të futej, apo të mos futej në kosh me gjatë. Shorter arrin që të realizoj. Vans 4 rezultati në favorin e Prizrenasve. Bining. Mustafa Amzill, tjetër dueli ti me Lejson Zeqirin. Amzill arrin që tirohet për një moment mirë, po unë dalë. Mustafa Amzill ka pasur paraqitje mjaft të mira këtë edicion në panelën e Trepçës. Amzill gjuan me Siren, nuk ka pik mirë, po topi shkon edhe njerë dhe Mustafa Amzill, Mikail Tmusic. Tmusic, Jones. Ja, kjo gjuajnë nga pozita qëndrore, s'ka pikë. E topi do të vërtoj të jetë në pronësinë e Mitrovicasve. Proteston atje Shemon Shorter. Do të rishikohet momentin nga gjyqtarët për pasur pasqyrë më të qartë. Për vendimin e tyre nëse topi do t'i takoj Trepçës apo Bashkimit. Shumë se cili do tjetë vendimi i gjyqtarëve. Topi do t'i takoj Bashkimit. 7 minuta e 54 sekunda. Lojna çerekun e parë. Avantazh prej 1 pike i Bashkimit.
Visët Armstead. Lejson Zeqiri. Kozins për 2 pikë Gjuan, s'ka shënem, topi përfundonte Mikail Etmusic. Visët Winning. Amzil. Hasbrook. Topi do t'jetë për bashkimin. U vërua në pasim Hasbrook. Skuton atje me Armstead. Adis Beqiragici. Visët bashkimi me Malcolm Armstead. Shorter. Lake. Lake shkon deri në fund dhe shënon 7-4 rezultati për mysafirët. Thuaj se 3 minuta kanë kaluar nga fillimi përballjes. Jones për Winning. Hasbrook Gjuan, s'ka shënem, topi shkon te Armstead. Gjuajtje Malcolm Armstead, asky nuk realizon. Mikail Etmusic. Winning. Gjithje Winning nga distancë, gjuajtja treshe e realizuar nga Akili Winning. Për barazuar shifrat në 7-7. Bët gati për të nduadruar në lojë Valon Bunjako. Shorter. Përbalti Etmusici. Armstead. Pasim është krejtësisht i ka bërë dhe topi është i Mitrovicasve. Gjithçka e barabartë të ndëruar shikues. 5 pikë për vendasit i ka realizuar Winning. Për i tyre një treshe. E në anën tjetër 3 pikë Zeqiri. Lake 2 Shorter 2 të tjera. Thuaj topin e lojë Mikail Etmusic. Winning për balti Bunjako. Hasbrook. Kemi Hasbrook. Pasimi për Jonesin. Është që topi për një moment. Mikail Etmusic ka këndigjuar dhe është treshe. 10-7 rezultati. Treshja e dytë për Mitrovicasit. Pikët e para për Etmusic dhe të shojmë në anën tjetër. Ka ndërhyrje të parregullt. Topi do t'jetë për Prizrenasit. 5-55 në mbetur në qerekun e parë. Mjaft rivalitet ka filluar kjo përballje të ndëruar shikues, sikurse gjitha ballavaqimet e zhvilluara biteve të fundit ndërmes të këtyre dy skuadrave. Bunjako për Shorter. Shorter. Lejson Zeqiri për balti Amzil. Lejson Zeqiri kërkon hapësirë, e gjen, provon Gjuan dhe shënon. Lejson Zeqiri e kërkoi hapësirën e gjeti dhe arriti që të realizoj pikën e tij të pestë. Baraz rezultati 9-9. Winning. Jones. Etmusic. Winning. Ka për ball Bunjako në provat aty edhe Lake. Mustafa Amzil nga këndigjuar dhe treshe e tij. Amzili realizon pikën e pestë. 3 pikëshi i pari tina tentimin e dytë. Shorter. Arrin që dëbërton Gjuan, por nuk ka realizuar me të është faul. Edhe njerë përshojmë ndërhyrjen e parregullt të Kenny Hasbrookut. Tentimi i parë nga vjeçuari të lira Shorter. E saktë është 3 pikë të ti. Lojtari më efikasi bashkimit të Richard Shorter. Me mesatare prej 19 pikë, 3 pikëve. 5 pikë, 7 asistime, 2 pikë, 3 kërcime i ka për ndeshje. Hasbrook.
Asbrok. Mustafa Amsel nuk vendosi që quajnë nga distanca, tenton ka nepozit, jo shumë e mirë, nuk arriti që të realizojë. Tani Bunjaku, Shorter, provon nga distanca, nuk ka shënim. Dalje shpejt për para Mitrovicasve, Mikail Tmusic, shënon me kapin personal, 14-11 rezultati. Tmusic i realizon pikën e 4. Muhamet Ali Janjeva është në lojë në vend të Lejson Zeqirit. 3+ për vendasit. Një lirë për Tmusicin. Është lojtari parë Mitrovicas që gjitet të vjen në gjuhjeve të lira. Mikail Tmusic, i cili realizon 15-11, 4+ për vendasit. Niset Valon Bunjaku, Janjeva, Lake, Shorter, apo është Aizia Kozins. Kozins ka shkakton ndërhyrje të parregullt në fazën e sulmit. Mundua që gjente hapësirën Aizia Kozins. Akili Vining, aksioni i ri i vendasve. Jones, Mustafa Amsel, pasimi për Tmusicin. Jones, ja kjo quajtje nga distanca, shënon Akili Vining. 18-11 rezultati. Vining tani është në kotën e 8 pikve, 2-3 i ka të realizuara. 7 pikë për para Mitrovicasit. Gjithçka është duke funksionuar tek vendasit, ndërsa mysaferët nuk janë duke u shfaqur efikas në fazën e sulmit. Jashtëzakonshëm deri tash Akili Vining. Kjo është ngulitja e tij në start. Ballavaqi më pas është mjaft produktiv për skuadrën, duke arritur që të shërojë edhe 6 pikë tjera nga 2 treshe të realizuara. Deri tash 4 asistime kanë në vendasit e 4 kërcime, ndërsa mysaferët 2 asistime, 3 kërcime. Pasë 10% të sak nga distanca. Vendasit 6-3 janë me treshën, ndërsa Bashkimi 3 herë ka tentuar nga distanca, njerë ka qënduar 33% saktësi për 2.80% të sak vendasit. 5-4, ndërsa mysaferët 75% saktësi, 4-3. 3 minuta 47 sekonda lojë në çerrekun e parë. 18-11 rezultate, 7 pikë për para Trepça. Shorter. Mbrojtje forte vendasve. Shorter. Pasimi për Bunjakun. Tani Lej, Gabon, merr topin Vining. Gjithje Vining, ndërhyrja pa rregullt është Valon Bunjakut. Topi do tjetë për Mitrovicasit. Disa aksioni ri nga Mikail Tmusic. Edhe Tmusic është duke kaluar në një formë fantastike, të nderuar shikues. Vining. Gjithnjë Vining shënon edhe një herë efikas për lojtari i parë në ndeshje që realizon pikë 2 shifrore. 10 i ka gjithsejt. Bunjaku. Shorter.
Sharon Shorter tenton atje, nuk realizon mirë, po ka fol shkaktuar. Duke parë shpesher egoizëm në lojën e skuadrës Bashkimit, paktën deri tash. Edhe sa loja kolektive duke funksionuar për mrekullit e Trepça. Pozitat e lira janë duke u shfrytzuar maksimalisht nga vendasit. Korrer të parë në këtë ndeshje, Shorter në vjen e gjuajtjeve të lira. Tentimi i parë i saktë është. 3 pikë të tij. Edhe herën e dytë qëllon Shorter. 20-13. 4 pikë të Sharon Shorter. Kendri për Fening, distanca e largë, s'ka shënim. Marrin topin Prizrenasit. Niset në Vamo. Gjithje në Vamo, shkon deri në fund, s'ka shënim. Merr topin Bickerstaff. Malcolm Armstead. Ja, tani Bickerstaff bukur lirohet dhe realizon pikët e para të tij në ndeshje, +5 për vendasit. 20-15. 2 minutat e fundit në çerekun e parë. Akili Vining. Mikail Tmusic nuk gjuan për 3. Ja, tani Kendri provon dhe është i saktë. Treshe e Kendrit. 23-15. Sa po i kuadruar në lojë. Kendri arrin që të qëllojnë nga distanca. Në lojë, Dardan Kapiti, largohet Jones. Shorter për Janjeven. Mohamed Ali Janjeva. Armstead, Bickerstaff, pikët janë të Armsteadit. Të parat në ndeshje, 23-17. Akili Vining, Kapiti. Kendri. Dardan Kapiti për Vining, për balti Armstead. Vining, Mikail Tmusic, ga distanca gjuan. Tjetër treshe për Trepçën. Tmusic realizon 3 pikën e parë në ndeshje. 26-17. Shorter. Një pozitë e vështirë, Gjuan Skashën e Bickerstaff provon dhe i saktë është. I vëmendshëm maksimalisht qendra Prizrenase. Tmusic, çastën e fundit të çerekut të parë. Mikail Tmusic, është ndërhyrje pa rregull të Shorter. Fauli i parë për të në ndeshje. Largohet nga loja Shorter, po ashtu edhe Amzili largohet. Sean Jones në vend të tij, pra rikthehet në parket. Ish reprezentuesi kosovar. Tmusic qëllon tentimin e parë. Mikail Tmusic. 10 pikë të tija të ka dhe Vining, 2 të vetmit në ndeshje që kanë realizuar pikë 2 shifrore. 9+ për vendasit, që është përsia më e lartë në ndeshje e Trepçës. Armstead.
6 sekonda për këtë aksion. Malcolm Armstead Gjuan s'ka 3 pikë. Topi është i Tmusicit. Dhe pasimi për Dardan Kapitin që nuk arrin të realizojë. Byllët qereku i parë, loj më mire vendasve. 28-19 rezultati. Nisi më mirë duajnë në skuadra Mysafiri, më pas gjithë shka shkoj në favorin e vendasve. Dhe një është rada për pak marketing. Yll, Qeqi, kjo është kredit kardela që kemi bo. Ua, Eria, qëpar dizajnit top. Me që halos kemi vendos për emër. Hajtë kalzon pak për ta? Që për shembull, mundesh me blet çka dush, edhe me pagu deri në 36 këste. Që? Top, a? Edhe ato me 0% interes. Ja, le ma veç pak të kënëshet pjesë. Me t'bli pa interes, me t'ziu ne po pres, shumë let me pagu, a jeti tungu. Ha, që shtu do? Top. Hej, aja luj mërë emrin top? Top? Kredit kartela top. U kry, blej kudo. Paguaj deri në 36 këste me 0% interes. Ti e meriton kredit kartela top. Siguroje jetën në Illyria Life. Dy lojtarët më efikas të Trepsha në 10 minutin e parë janë Vining e Tmusicme nga 10 pikë së cili. Vining ka 2 treshë nga 4 tentime në 3 pikë e ka realizuar edhe Tmusici. 5 pikë të tjera i ka shënuar Mustafa Amsile, 3 tjera Kendri, i cili me të inkuadruar në lojë realizoi 3 pikësh. Në anën tjetër të Bashkimi, lojtari më efikas është Lejson Zegjiri me 5.4 i ka shtuar shortën nga 2 të tjera Armstead, Kozin Zelejk. Ja, po shojmë. Menjer realizon në skuadra Mysafiri me startuar qereku i dytë. 28 me 21 po shojmë Menjer. E largoj topin nga koshi atje Preku. Faktikisht Akili Vining, pikët janë pranuar në aksion Trepsha me Akili Vining. Dardan Kapiti. Vining. Hesbrook, bukur me pranë skashën e mirë, po është ndërhyrje pa rregullt. 7 pikë për para Trepsha, 9 ishte e përsia maksimale e minatorëve. Vjen me gjore të lira Hesbrook, i cili akoma nuk ka shënuar pikë, dhe është e para e tij në këtë ndeshje. 29 me 21, edhe një e lirë për Hesbrook. Edhe erën e dytë realizon, 30 me 21. Rikthehet e përsia prej 9 pikësh. Armstead. Mbrojtje mire Hesbrooku, topi shkon edhe njerë të Armstead. Malcolm Armstead, Bickerstaff atje nga një pozitë vështirë Gjuan dhe realizon. Bickerstaff mjaft efikas pas inkuadrimit e lojës pika e 6 të tij. Kapiti. Ka ndërhyrje të parregullt. Po të rikthehet në lojë Lejson Zegjiri, largohet Muhamet Ali Anjeva. Ike Nvabu. Kozins. Është ndërhyrje pa rregullt e Henrit, i cili ngrit lart dorën duke pranuar faullin e shkaktuar. Tridhjetë me 23.
Të verifikojnë momentin gjyqtarët. Fillimisht ishte cilësuar e ndërhyrje, vetëm faul, tani është jo sportive. Pasi rishikuan momentin gjyqtarët. 30-23 rezultati. Figurat njohura të pranishëm në minatorëve parë nga afër këtë ballavazhim. Edhe një e lirë për Bickerstaff. Që nuk realizon topi, do të vazhdoj të jetë në pronësinë e bashkimit. Bickerstaff mbetet me 6 pikë të realizuara, ka shtuar edhe 3 kërcime. Vamu për Isaiah Cousins. Isaiah Cousins provon për 2 pikë dhe realizon 4 pikë të Isaiah Cousins. 30-25, rezultati 5+ për vendasit. Është të gjuajtje nga Kelsbrook, shumë dobët. Cousins. Isaiah Cousins shënon me gabim personal. 30-27, seri shumë e mire pikëve të realizuara nga Prizrenasit. Cousins realizoi pikën e tij të 6, largohet nga loja Henry, po ashtu edhe kapiti rikthehen në parket. Anviljet Vusici. Vetëm 3+ për vendasit, +9 ishte e përsia më e lartë e Trepqës. Isaiah Cousins shënon edhe nga vjet gjuajtjeve të lira. Vetëm 2+ për Trepqën. Nisët Akili Vining. Akili Vining pati hapësirë, shkon deri në fund dhe shënon. Është në kuotën e 12 pikëve. Armstead. Cousins. Isaiah Cousins, Malcolm Armstead gjuan dhe realizon treshe. 7 pikë të Armsteadit, treshja e parë, pas 3 tentimesh. Esbrook në anën tjetër, edhe ky shënon. Dueli 3 pikëshave tani nga lojtarët e të dyja skuadrave. Lejson Zeqiri, Armstead, ka ndërhyrje të parrekut apo jo, e shkeli vjen atje Armsteadi. 35-31. Akili Vining. 4+ për vendasit. Vining. Çfarë pasimi për Jones, i cili nuk pati vështirësi për të realizuar. Timeout ka kërkuar Igor Jovovic. Sean Jones realizon pikët e para pas ati asistimi fantastik. Ishte krejtësisht i lirë Jones. Nuk arritur që përfundoj me shënim aksionin. Tani lojtari më efikas të Trepqa është Akili Vining me 12 pikë, 2 asistime. Tmusi që ka 10. Në anën tjetër 2 më efikasët e bashkimi janë Isaiah Cousins e Malcolm Armstead me nga 7 pikë së cili. Pas ardhjes të skuadra e Trepqës, Akili Vining është lojtari më efikas i ekipit të Trepqës me një mesatare prej 15 presje, 5 pikëve për ndeshje, 4 presje, 5 kërcime, 4 asistime.
Lojtar mjaft produktiv, i cili me njerë është ambientuar te skuadra Mitrovicase. Bashkimi të ndëruar shikues nisi për mrekulli këtë edicion duke arritur 7 fitore në 7 ndeshjet e para të këtij edicioni. Më pas erdhi një mini kriz ku skuadra Prizrena se nuk fitoi asnjë nga 4 ndeshjet në vazhdim. Si Trepça poshtë dhe Bashkimi mbeten momentalisht pretendentët kryesor për titull të kampionit dhe Kupën e Kosovës. Lejk bukur me pranë, 2 tentime të ti, kerën e dytë është i saktë. 4 pikë në total nga Lejk. Tmusic. Sean Jones për 3 është gjuajtja, nuk ka shënim. Merë topin Aizia Kozens. Aizia Kozens shkon deri në fund, gjuajtje e gabuar. Niset Hesbrook. Venning, qëfar pasimi mirë për Jones, i cili realizon janë pozitat e ti, ku roller gabon. 39 me 33 plus 6 për Mitrovicasit. Lejk e Pomson e qëfar mënyrë të ndoje që të krijon të hapësirë. Këtë interesant të shikojmë sërish në qërim të përsëritur atë moment. Me njerë regjia reprizon këtë duel në mes të Lejk e Jones. Topi do tjetë për Bashkimin. Lejk. Aizia Kozens. Tentimi ti. Do të gjuajti merë topin. Mustafa Amzil. Venning. Amzil shkon deri në fund e shënon 7 pikë të Amzilit. Pa dyshim ndeshjen e fundit njëri prej më të dalluarve te xetarët është Mustafa Amzili. Lejson Zeqirin nga distanca, s'ka shërim sa lart kërceu atje Akili Venning. Gjithja Akili Venning, pozita e vështirë, s'ka shënim mirë, po është ndalur në mënyrë të palejueshme. 41 me 33, 5-41, lojë mbetur në pjesën e parë. Largohet Kozens, rikthehet në parket. Shorter. Era parë që gjindë në vjenë e gjujnë të lira Akili Venning, cili ka 12 pikë. Nuk shënon tentimin e parë. Gjë është sigur të ndëruar shikues, na pret një pranverë spektakolare në basketbol, kur jemi dhe spektakli, sigurisht që gjitha emocionet e sportit vendor dhe ndërkombëtar mund t'i përjetoni në platformën më të madhe në shqiptari, platformën Art Motion. Ja, kjo gjuajtje nga Shorter nuk pati shënim mirë, po ishte ndërhyrje pa rregullt. 42 me 33. Në lojë do t'inkuadrohet Batin Tuna, edhe kë në ndeshjen e fundit ka pasur paraqitje të jashtëzakonshme, efikasitet i lartë në përballjet e Trepçës në giron e fundit nga Tuna. Shorter do t'jetë në vjenë e gjuajtjeve të lira. Isak në tentimin e parë, 5 pikë, 3-3 nga kjo pozitë. Katër, 100% efikas nga vija gjuajtjeve të lira.
Sharon Shorter 42-35-29 lojë mbetur në pjesën e parë. Kujtoj edhe njerë të ndëruar shikuese, ndeshja e fundit e kësaj gjiroje zhvillohet sonte në 13 qershori, duke filluar nga ora 19:30 ndërmjet Golden Eagle Yllit e vllaznimit. Winning Hesbrook. Ja pasimi për Sean Jones. Blokohet në mënyrë të parregullt nga Lejson Zeqiri. Sean Jones jashtëzakonisht i fuqishëm, mirë po arriti që ta ndalë Lejson Zeqiri. Jones që deri tash i ka 4 pikë të shënuara, ka shtuar 2 asistime. Largohet Lejson Zeqiri. Në lojë do tjetë Mohamed Ali Janjeva. Për shumë kohë në mënyrë befasuese Janjeva ju bashkua bashkimit nga Sigal Prishtina pas shumë vitësh në krye qytet. Janjeva tani pjesë e skuadrës prizrenase. Një moment tjetër gjyqtarët do të rishikojnë tani do bëhet zëvendësimi. Në vjen e gjuar i vëdëlira do tjetë Sean Jones. Shtat pikë avantazh për Trepçën. E sak në tentimin e parë, Jones për herë të parë ndodhet në vjen e gjuar i vëdëlira. 43-35. Sean Jones. Që tjetë Ka e Jonesit nuk u pranua. Betët 43-35, merë topin Winning! E vovi topin, shkoj deri në fond dhe përfundoj kundër sulmit me super ngulitje. 15 pikë të Akili Winningit. E përsia më e lartë të Trepçës në ndeshje e gabon në Bunjako. Super mbrojtje e cetarve të ndëruar shikues. Gjë që ka karakterizuar këtë skuadër, sidomos në 4 apo 5 ndeshje të fundit në gjitha garët. Akili Winning. Fundit luan me topin Ike Nvamu. Shkërkuar time-out nga Adis Beqiragici. 15 pikë Akili Winning, lojtari më efikas të Trepça, i cili ka shtuar dhe një kërcim me 4 asistime, 10 pikë Mikailet Musici, që ka kontribuar me 3 kërcime, 1 asistim. 7 pikë ka Mustafa Amzilin, ka 5 Jones, Hesbrook, 3 tjera Henry. Në anën tjetër të bashkimi të më efikasët Armstead e Kosis me nga 7 pikë 6 i ka realizuar Shorter. Atësa ka shënuar edhe Bickerstaff, 5 Lejson Zeqiri e 4 të tjera Dequan Lake. Do të kësuar të ndëruar shikuesi vetëm nga një lojtari të dyja skuadrave ka realizuar pikë pasi është inkuadruar në lojë nga banka. Te Trepça komplet pesja startuese është futur në listën e realizuesve, ndërsa e njëjta gjë ka ndodhur edhe te bashkimi ku 5 lojtarët startues kanë shënuar pikë. Mirë, po asnjëri pikë 2 shifrore të vendasit.
Dy lojtar kanë shënuar pikë dyshifrore, tashmë herët vinin nga Tmusic, i pari 15 pikë, ndërsa Mikael Tmusic ka shtuar 10 të tjera. Hesbrook shkuan deri në fund, provon që të realizoj me tabel, Mertopin Janjeva, Armstead. Plus 10 për vendasit e bërësia më e lartë në ndeshje e Trepqës. Nvabo, Lake, Malcolm Armstead, Mohamed Ali Janjeva provon nga distanca, skoshën e Mertopin, Tuna, me njerë pasoj për Tmusicin. Mikael Tmusic, Mustafa Amzil, për balti Janjeva, Amzil, kondryrje të pa regull, fauli është i Mohamed Ali Janjevës. Janjeva që shkakton në personale në parë në ndeshje. Do të rikthejë në lojë Henry. Tani rrër të parë në ndeshje inkuadrohet edhe Meriton Ismail, është larguar Janjeva. Jones për Tmusicin. Henry. Sean Jones. Tmusic. Mikael Tmusic për 3 është gjuajtja, s'ka shënim. Mertopin Lake, më i lartin e kërcem, Shorter. Ka ndërhyrje të pa rregullt nga Mustafa Amzili. Amzil që ngarkohet me faulin e parë. 45 me 35, 3-26. Lojë mbetur në pjesën e parë. Shorter deri tash 100% me efikasitet nga vija gjuajtjeve të lira. Pas është pas këtij shënimi në kotën e 7 pikëve atë sa kanë realizuar Kosin se Armstead. Edhe herën e dytë realizon 6 për Shorter. I pagabueshëm nga vija gjuajtjeve të lira. Tmusic. Jones. Batin Tuna. Mustafa Amzil. Mbrojtje mire në Vamut. Mertopin Shorter. Shorter për Lake. Gjithja Lake. Ka faul në sulm. Miri vendosur në mbrojtje. Ishte Tuna. Tmusic. Mikael Tmusic për Mustafa Amzil, cili provon për 3, nuk ka shënim. Mertopin në Vamo. Mjaft i mirë është duke u treguar në mbrojtje në Vamo deri tash. Meriton Ismaili, s'ka shënim nga distanca. Larg kërceu Jones, pasimi për Tunën. Tmusic. Mikael Tmusic. Jones. Karin që të pranoj pasimin. Nisët Shorter. Armstead. Vamo. Blokohet nga Amzili. Ka ndërhyrje të pa rregullt. Kjo ishte mënyra e ndërhyrjes. Dy minutat e fundit në pjesën e parë. Shorter do tjetë në vijën e gjuajtjeve të lira. Asnjë gabim deri tash. Henry është
ngarkuar me teknike. Që Gjeral Mumini me Adis Beqiragiqin. Largohet una apo jo, është Winning. Rikthehet Hesbrook. Hesbrook i cili deri tash ka arritur që të realizojë 5 pikë. Është një e lirë nga Shorter, 7-7 nga 10 quajtjeve të lira. 100% efikasitet. E tani 2 quajtje të lira do t'i ketë. Ike Nvamu. Nvamu sapo realizoi pikën e parë në ndeshje. 45 me 39. Nuk ka qëlluar kërcimi lartë atje nga Mustafa Hamzil. Niset Akili Winning. Ja, kjo quajtje për 3 pikë nuk ka shënim. Topi do t'i takoj Bashkimit. Kemi rishikim të momentit sërish. Mitrovicën pretendojnë që topi është i tyre. Topi do të vazhdoj të jetë për Bashkimin. Disa kuadra e rishikuan atë moment gjyqtarët dhe fund t'i dhanë të drejtë vendimin të tyre para prag. 46 lojë mbetur në pjesën e parë, 45 me 39 rezultate. Nervozohet atje. Adis Beqiragiqi.
Është zakonisht i nervozuar Adis Beqiraki që duket që nuk e ka ndërmend që qëtësohet. Ose ai momenti kur duhej që të vazhdoj aksioni bashkimit. Topi do duhet i takonte Trepqës. Jemi në pritje që të rivilloj loja. Është nga gjyqtarët. Ajo që bëre që ndërprejet loja. Ajo që e nervozoi Tej Mase edhe Adis Beqirakiqin. Tani do të rifilloj loja. Vjen Gjuri Vdelina Shorter. Edhe një e lirë për Shorter që nuk realizon. Tre tentime një shërim nga Shorter. 45-40. Adis Beqiraki që është përjashtuar nga loja pas ati reagimi. Marrë topin vendosin tani. Ja kjo gjuhet nga distanca, nuk ka shënim nga Akili Vining. 45-40. Armstead. Tentimi nga Armstead, se s'ka 3 pikësh. Merë topin tuna. Kenny Esbrook. Esbrook. Amzil për batin tunën. Esbrook provon nga distanca. S'ka treshe merë topin tuna. Sean Jones, Gjuan Naskë nuk shënon. Topi përmundon të Meriton Ismaili ka ndërhyrje të parekult. Katër dhe 5-40. Ishte moment tensioni në palestrën minatori të ndëruar shikues, mi po tani gjithçka është hyrë në normalitet. Meriton Ismaili arrin që të realizojë pikën e parë në ndeshje. 45-40 jemi në finish të pjesës e parë. Edhe herën e dytë realizon Meriton Ismaili 3+ për Trepqën në përsia më e lartë e Mitrovicasve ishte +10. Vining. Esbrook. Ka shtyrje nga Armstead. Thotë Gjelal Mumini. Të në 2 gjuajtje të lira. Kenny Esbrook.
Tjetë në vijën e penaleve, autori 5 pikve, deri tash është e 6, 3-3 nga vija Gjuajti Vëdëlira, 46-42 rezultati. Edhe njeri sakt, Kenny Esbrook. 47-42. Sekundat e fundit në pjesën e parë. Iken Vamo, nuk pa hapësirë për Gjuajtje. Lej Gabani rështet topi. 20 Vining. Pasimi për Esbrook, i cili provon, nuk ka drejshe të realizuara. Ja tani po shohim Vamo ndalet në mënyrë të parregullt. 3 presje 5 ka mbetur në pjesën e parë. Nuk është duke ja dashur shutin Kenny Esbrookun, i cili 6 tentime i ka nga distanca, vetëm një treshe ka realizuar. 47-42. Iken Vamo. Arrin që të shënojnë Gjuajtin e parë të lirë. Vetëm pika e dytë e ti. Edhe herën e dytë shënon 3 pikë të Vamut. 47-44. Jones shua distancë e largët, skashën e mbyllet pjesa e parë. 47-44. Qereku i parë u mbyll 28-19 në favorin e vendasve, ndërsa mysafirët e fituan qerekun e dytë 23-19. Lojtari më efikas të trepsha është Vining me 15 pike, 4 asistime. Mikael Prusieqi ka 10 pika shtuar dhe 3 kërcime, 1 asistim. Në anën tjetër të Bashkimi Shorter është më efikasi, 10 pike, 1 asistim. 7 pike ka realizuar Armstead, njëjtë sikur se Isaiah Cousins, ndërsa me 6 pike është duke luajtur Bickerstaff. Të nderuar shikues, rikthehemi pas pauzës për përcjellur bashkë pjesën e dytë.